Shif si e ka bo. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot do bëjmë makinë veçantë, s'kemi bo si kjo lloj kategori makinash pick-up truck. Ford Ranger Raptor, version off-road sportiv i këtij pick-up trucku. Kryesisht më shumë shiten në Amerikë këto, në Australi, në tregun aziatik, në Europë janë të ralla, shumë e veçantë. Ford Rangeri ka motor 2 naft, vjetrat kanë pasë 3.2-shin, 2.2-shin, kurse kjo është 3 mish EcoBoost Twin Turbo V6, shumë makinë e madhe. Tash ka edhe F150 Raptor, që është akoma më e madhe, po ajo shitet fare në Europë, kurse këto shiten. Kjo është me 2 marmita, ka këto hukun për ta lidh, tu ka këto 13 pin socket për të lidhur ata trailerit për dritat, shumë e veçantë. Me kamer të mrapa. Gomat i ka 33 inch si goma, janë goma off-roadi, Goodrich. Unë di se 17 që janë, po goma është 33 inch. Ne jena mësume për Cayenne Turbo e me këto tjera të X6 më mi pa që janë shumë mëdha, duken të vogla këto. 285-70. Ja, të janë me amortizator Fox, kanë shumë hapësirë kështu për travel, për baja, që janë për të shkuar në shkretire, në për kështu round, për të kërcy. Është fiks për atë punë kjo. Është me amortizimin Fox. Edhe supos do të jetë shumë e rehatshme, do e shohim. Ka këtë shkallën këtu për ty pse është e lartë. Më gjonë se standardi, normalisht. Me kamera 360 gradë, dritat, LED-et gjitha. Ka dhe këtë kamerën para. Ka këtë ekurin këtu. Lartë ka të pjesën për të majtë gjona, për të vendosë. Është makinë që se shef shpesh në rrugë. Shumë e rrallë, po është e veçantë. Hapet dhe kjo pjesa këtu lartë, ke priza për ta kariku aty, e mbyll prapë me pult me buton, mbyllet pjesa lartë. Shumë e madhe, agresive, me pak të mrapa që po të vje në autostradë të trem, sa e madhe është. Ta shohim edhe motorin, është me Let's Go. Kjo është motori 3 mish V6 EcoBoost Twin Turbo. Te versionet europiane kanë limitu pak fuqinë, e kanë qenë 298 kuaj, kurse te versionet për tregjet e tjera, njëjti motor, po ka 405 kuaj. Tork ka 498 Nm te këto të Europës, një 600 duket ka te versionet amerikane, te versionet aziatike të tjera. Motor i fuqishëm për 3 mish, EcoBoost i ka dhe 3.5, që e ka dhe më të fuqishëm. Do e shohim edhe në performancë. Kjo është makinë e madhe, po për kaq makinë sa është e fortë. Tani ta shohim edhe interiori. Këtu mrena shumë e bukur është, me të kuqe, këtë pjesën e Raptor shumë bukur. Këtë pjesën të lartë e ka Alcantara. Këto janë këto për hap me mbyll dyert, kontrollerat e xhamit. Sedilën e ka elektrike me lambar support. Cross-coating digital, këto pjesë të reventa e ka me të kuqe. Raptor dhe këtu të timoni. Limitatorin e këto Distronic i ka gjitha këtu të amortizatorëve që i forcot marmitave, ka këtu e qa R-mode. Këtu kemi edhe driving modes ndryshme. Kjo është rock crawl për me hyp në për shkëmbi, baja mode, slippery për në shi, ose sport normal, mud. Mud është për në balt, sand për në ronë, që ti ndro amortizimin, ndro motorin, ti ma gjirot vetë. Në varësi të modës çfarë veni e, ku e ke vu, kjo baja është për ta spostu në për kështu duna ronde, në për rrugë me zhavor, shumë e lezetshme, shumë e lezetshme. Off-road amortizator, normal, sport, timonin, comfort, sport, off-road, marmitat, sport, baja, quiet, normal. I ka të gjitha. Shumë interior mirë, sidomos për makinë punë kur e mendon. Kamera ka me 10 marshe automatike. Këtu kontrollo e çon dhe diferencial mrapa, 2 high, 4 low edhe automatike. Këto ka driving modes. Këtu çon me diferencial mrapa tamam. Ka parkim automatik, auto start stopi edhe këto janë terrain responsat. Është kjo shef gjitha këtu këndet, presionin, gjonat, gomave të gjitha. Është me Apple CarPlay, Android Auto. Po ka dhe butona fizik. Nuk i ke vetëm në touch, i kontrollo edhe këtu të klimës edhe volumin, kjo është shumë gjohë e mirë. Audion, Bang & Olufsen. Tu lartë ke këto auxiliary që mund t'i vesh makinës, i ve lampa tjera lartë shtesa, i ve qatë dush ti aksesor shtes, edhe i komando këtu, i kanë lënë gati, ka këtu sedile të bukura me këto pjesë në Alcantara, frenat e dorës automatike, wireless charging këtu, kur llogarit që është edhe pick-up truck shumë e pastër është. Ke këto grab handles për me kur mu fut me pas më kollaj e kap këtu, edhe te krau tjetër. Edhe me pedal shifters, në timon edhe jo të vogla,
Shive sa i ka, sa të gjata. Më të mira se ca makina performance, që i kanë një copë të vogël. Këtë levën e ka këtu për ta hap. Tashi, këto kanë edhe opsion që ngrihen to sedilet, i ngre edhe liro vendin shu metodë tjetër. Për hapësirë, nuk është se kanë shumë vend, po je lartë. Mirë, je më lartë se ato pasagjerët para. Këtu pasaj mund të rinë 3 veta, ka këtë në mes me cup holdersa, dritaret e mëdhaja futet në ndryqim, edhe pse s'ka badge ose panoram lartë. Ke karikus Type C dhe USB, ke airventat këtu, po s'ke klim individuale, vetëm me 2 zona është. Po, për kokën ke hapësirë sa të dush, ka më të pak më limitume, po prap mirë është, po është kjo që thash që je lartë, edhe e shef rrugën ke vend. Parë që provojmë kështu pick-up trucks, kamionçina në Shqip. Dhe shohim si është, po kjo ka qëllu që është e performancë, që tash në gjohet zhurma më shumë. Timonin me ngroje tash në këto ditë ftohta të bë punë. Gjiro gomat. Pick-up që gjiro gomat. Po kjo. O, është e shpejt goxha me të habit, nuk e pret tjetë gjithë kjo makinë e madhe ka që shpejt. Këtu gjiru. Shi dejnë marrë stret, edhe me dytin po gjironte. Kafsh. Duhet me abo atë staging saj. Shumë e lezetshme. Shumë e rehatshme. Janë downshiftet i ka mirë. Makinë e lezetshme. Se ka gomat që ka gomat Goodrich që i ka për off-road. Se ato se nimojnë në rrugës, gjithë ato goma edhe prap hec. Kjo është makinë e veçantë, që s'kena bo. Shumë e rehatshme edhe në rrugë. Shumë e rehatshme. Ka amortizator të Fox, që kjo është bo me kërcy në për kështu duna rone, mu hedhë në ajer me këte, edhe me ra mos më të prish, ashtu do kjo. E s'postu mu knaq. Kjo është edhe e frikshme me të pa tjertë mrapa që i vjen me shpejtësi me gjithë këtë makinë, tremen. Si një gjo fare këto, kjo lëviz amortizimi, po është e rehatshme. Se mos për rrugë tonë, as kjas nuk dhim se kjo si dalo këto parregullësit e rrugës, kjo si ndje fare. Kjo është e veçantë se në Shqipëri makina punë pick-up se kena në kulturë me përdor shumë, edhe Europa zakonisht përdor furgona, pa Amerika përdor shumë pick-up, edhe shesin shumë. Makina më shqipme në botë është Ford F150-a. Shet zdiz, i Ford gjdo 20 sekonda në F150. Po kanë arrit nga që përdoren shumë, edhe nuk bëjnë lirë tash, si kanë bo luksoz. Si Dodge Ramin. Ky Raptor është pak më poshtë, se është me i vogël. Ky konkuron me Toyota Tacomën, që ka një që është i tjetër, Chevrolet e harrova emrin. Nuk janë aq të mëdhej këto, s'është ca F150-a. Tu në Europë kjo konkuron pastaj, konkurrent direkt ka Hiluxin, Volkswagen Amarokun. Bastionis ka këtë lloj performance. Kjo është nivel tjetër. Sport e kena. Normal që do ketë body roll, se është e lartë. Besoj kur t'i bëhet stage do e provojmë edhe i herë. Po kështu gjëra me lumë diferencial mrapa. Kthehet në vende? E ke kthy në herë? Po, kthej sot parë. Oh. Shif si e ka bo.
mori meja. Eksperiencë komplet tjetër, se s'kena bo shu pick-up, kena bo Forestrada sportive sa të dush, po pick-up jo. Kjo është pick-up sportiv, shumë e lezetshme. Merë veglat e punë, me veglat e punës mrapa e s'posto. Sa makina e bëjnë këtë punë. Edhe shumë e rehatshme. Shumë. Vënë këte e blenë, kur e ble pra makinë punë e këte e ble edhe dikush që ka pak pasion e qef shpejtësinë, se ai që do vetë makinë punë e merë Hiluxin e thotë s'mprishet kur, hargjo më pak. Këte duhet t'jesh pak edhe qefli që ta blesh. Amarokun qofse e merë 3 naftë, e ecën në qikë, po s'ka lidhje me këta, kjo është nivel tjetër. Është makinë që s'ta pret menja që do knaqesh, se thu gjithë kjo Forestrada, s'ku meno që dhe jetë sportive ose që të knaqesh me te, po realiteti është që knaqesh. Pasyrat e mdoja, shef dejt e tegu. Edhe aerodinamikën është katrore, po prapë, për këtë formë që ka, nuk është se bo shumë zhurë mere. Sa i G-klas bo paka shumë. Kjo është me kamer me 10 më orë, që është marsh 9 tashi, në 2000 gjiro. Në marsh 10. Po, kjo puna e kamjës, tashi, nështë s'ke nevojë për 10 më orë, po kjo t'jull direkt, sa bam t'i zbret më orëshet, po është edhe mirë se i ke raportet e marsheve ofër, edhe nuk trim me i marsha si bencat me 5G gjithë kohës, se pjesë e eksperiencës është dhe kjo ndrimi i marshe, bam e dalla. Që në momentin që më tha për ta bo, direkt tash po se më duk makinë shumë e veçantë, shumë e lezetshme. Këtë jam mësu t'u i pa në për review në Amerikë, shohim të kanalet e tjera të YouTube-it, të mësu ato shkojnë off-road dhe qas bëjnë, nështë ato shkojmë dhe ne me këte, më vonë, me i fazë tjetër. Dhe bëjmë prapë, kur i bëhet edhe stage-i. Kështu për ta pa e bukur e egër, po praktike për ta përdor për punë, megjithse tashi zgjedhjet direkte për punë janë thash Hiluxi që të bë punë më shumë, në L200, po kjo është më veçantë, shumë e veçantë, që të knaqesh të bësh edhe drift, të ecë fort, të ketë pak adrenalin, pak makinat japin gjitha, të ketë edhe gjonat e komfortit, të morë me ngroje, se ndili me ngroje, sistemin e fundit, Apple CarPlay, gjitha gjonat i ke, audion Bang & Olufsen, i ka gjitha, edhe jam surprizu, tashi për tec, ecën goxha, kur që është pick-up 3000 biturbo, ecën goxha, pedal shifterat mirë i ka marrë se të ndrosh shpejt, me 10 marrëshe, po ato për përdorin e të Mustangu me 10 marrëshe, kështu që nuk është kam e keqe, shumë e mirë është. Shumë gallat. Imagjinoj që ta përdorësh off-road dhe jetë akoma më gallat ose në rrugë me zhavor dhe jetë akoma më mirë se duhet të shpostohet shumë o gallaj. U shpostu aty në asfalt, llogarit në rrugë tjera. Kjo nuk është për këdo. Kjo është për dikoj që e ka qef edhe prakticitetin i duhet për punë, po e ka qef edhe të ketë makinë pak sportive. Jo të gjithë e blenë, pra ne është rrallë. Ka shumë më shumë uru sa në Shqipëri se sa Raptor Ranger. Duhet t'jesh pak si qefli i modh për ta ble këte. Që ose ka në njonin e 150 Raptor, ta provojmë edhe atë, na shkruje. Se di si ju duk ju, shpresoj të ketë pëlqyer video, mu pëlqeu shumë si makinë me thonë drejtën. Që ose s'keni bo subscribe boni dhe follow në Instagram dhe në TikTok, edhe ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.